Profesor Anjos, ju përshëndes, ju ftohet ndiqni e parashtrimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa veriperëndimore, lindore dhe zona jugperëndimore do të kenë rreshtë shiue dëbore dhe stuhiere, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do të dominohet nga mot i kthjellët dhe i ngrohtë. Njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, paraditja do të jetë me kthjellime, ndërsa pasditja vjen me vranësira dhe rreshtë të izoluara shiu kryesisht në zonat lindore, ndërsa Bregdeti do të mbetet kryesisht i kthjellët. Temperatura do të luhaten nga 5 deri në 25 gradë Celsius. Era frynë me një shpejtësi 45 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 3 ball. Njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket rënët e Europës për ditën e nesërme. Ishujt britanik, Alpe dhe Gadishulli skandinav do të kenë mot të paqëndrueshëm me rreshje dhe stuhi, ndërsa pjesa më e madhe e Europës do të jetë me mot të kthjellët dhe temperatura të larta. Njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, paraditja pritet me kthjellime, ndërsa pasditja vjen me shtim vranësirash dhe mundësi për rreshtë të pakta shiu kryesisht në veri të vendit edhe në qendër të territorit shqiptar. Temperatura do të luhaten nga 6 deri në 28 gradë Celsius. Era frynë me një shpejtësi 60 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 4 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashkrimi i motit për sot dhe nesër në vend dhe Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.